Sot fillojmë leximin e kapitullit të Jeremias. Dita e parë, thirrja dhe premtimi. Leximi i ditës, Jeremia. Kapitulli i parë. Vargu kyç. Para se unë të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Jeremia 1, vargu 5. Shpjegimi. Jeremia ishte shumë i ri kur Zoti e thiri. Ai u ndjej i paaftë dhe i trembur duke thënë: unë nuk di të flas, por Zoti i dha një siguri që vlen edhe për sot ne. Vlera dhe misioni ynë nuk nisin kur ne ndihemi të gatshëm, por kanë nisur që në barkun e nënës. Zoti nuk thërret të aftët, ai aftëson të thirrurit. Mesazhi: ti nuk je rastësi. Zoti të ka njohur dhe të ka planifikuar përpara se bota të shihte. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën e parë. O Ati ynë qiellor, unë të falenderoj që jeta ime nuk është një aksident, por një plan i thirrur prej teje me dashuri. Faleminderit që ti më ke njohur që në barkun e nënës sate dhe më ke caktuar një qëllim. Unë rrëfej që shpesh ndihem shumë e re, e pa përgatitur, apo pa fjalë, para sfidave që më jep. Të lutem më verë dorën tënde mbi gojën time dhe në zemrën time sot. Më jep guximin të besoj se ti je me mua për të më çliruar. Më ndihmo të mos kem frikë nga fytyrat e njerëzve apo nga gjykimet e tyre, por të qëndroj e fortë në thirrjen që ti më ke dhënë. Unë jam e shëntëruara jote, në emër të Jezu Krishtit. Amen.